Beslidhja ka marrë një barazim me shumë peshë në transferte në vështirë të Librazhdit ndaj Sopotit, duke ruajtur kryesimin e rënditjes. Ky duel konsideroi përcaktues në garën për titull dhe afrimin me kategorinë e parë. Pjesa e parë u mbyll pa gola, pavarësisht rasteve të krijuara nga të dyja skuadrat. Në fraksionin e dytë, Beslidhja kaloi në avantazh në minutën e 78 me anë të sulmuesit Akancase. Kur dukej se lezhjanet do të merrnin 3 pikët, Sopoti reagoi dhe barazoi shifrat 5 minuta para fundit të takimit. Ndeshja u mbyll përfundimisht 1-1. Pas sfidës, trajneri i Beslidhjes Elvis Plori u shpreh se skuadra e tij la 2 pikë në Librazhd, por theksoi se ishte i kënaqur me paraqitjen dhe përkushtimin e futbollistëve në fushë. Them drejtën, nëse do më thoje nga fillimi, para se me fillu ndeshja, do isha i kënaqur me 1 pikë, por jam pak i mërzitur për mënyrën se si shkoi loja, më duket sikur i lash 2 pikë. Gjithsesi duhet të theksoj se patëm përballë një skuadër ku është rivalja direkt, pra një skuadër e cila ne na ndashin vetëm 3 pikë. Jam i kënaqur si majtëm distancën me këtë skuadër. Jam i kënaqur me atë që treguan ndjem në fushën e lojës, kishte një frym gare dhe një entuziazëm mes njëri tjetrit. Shpërdorum shumë, sidomos mas daljes me karton të kushte lojtarit kundërshtar, si meten me 10 lojtarë, ne kishim shumë raste për shënim, por shpërdorum. Nga ana tjetër, trajneri i Sopotit Rahman Hallaçi nënvizoi vështirësitë e terrenit të rënduar, i cili ndikoi në lojën e të dyja ekipeve. Megjithatë, ai vlerësoi karakterin, luftën sportive dhe besimin që skuadra e tij tregoi deri në fund. Luanin dy skuadra të vendit parë dhe vendit dytë, dy skuadra që kanë dhënë maksimumin deri në këtë momente. Mendoj që kuptohet, edhe terreni ishte pak i rënduar, që është e vërteta dhe normalisht mund të kishin pak mundësi edhe për më mirë në mënyrën e luajturit. Skuadra tregoi karakter, luftë sportive, besim deri në fund. Sigurisht që na u bë pak e vështirë sepse duke qenë dhe terreni i rënduar me një lojtar më pak, më pas kuptohet do vinte vështirësia. Pas javës së 12, Beslidhja kryeson e vet me rënditjen me 30 pikë, e ndjekur nga Sopoti në vendin e dytë me 27 pikë dhe Shiroka në vendin e tretë me 26 pikë.